Kanë kaluar më shumë se një javë prej se lideri i lëvizjes së vendosë Albin Kurti është mandatuar për kryeministër të Republikës së Kosovës. Mirëpo as pas kaq ditësh, të paktën jo publikisht, ka pasur lëvizje për ta formuar qeverinë e re, raporton Ekonomia Online. Profesori universitar Mazlum Braliu në një intervistë për Ekonomia Online ka bërë të ditur se çfarë ndodh nëse vendosja si partia e parë që doli në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk i ka votat për formimin e qeverisë së re. Nëse kjo nuk arrihet, i mbetet mandatarit që të provojë dhe të mbështetet në vullnetin dhe vetdijen politike të deputetëve të partive të tjera. Nuk ka shumë, duhen gjithsej 3-4 deputet që ta krijojnë një shumicë të thjeshtë, ta formojnë një qeveri nëse pakicës, por e cila do të ishte në mandat plot dhe do të merrte përsipër punët e grumbulluara, të cilat kaq muj kanë thjesht ngecur në status quo dhe kanë shkaktuar gjithsesi probleme, sidomos mos miratimi i marrëveshjeve dhe mos ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, po edhe plani i rritjes rreth 900 milion euro dhe kontrata e marrëveshjet e tjera të cilat presin miratimin dhe konfirmimin përmes ratifikimit nga Kuvendi i Republikës dhe që pastaj të fuqizohen dhe të zbatohen në praktik për të ndihmuar projekte të ndryshme në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Për zgjedhjen e qeverisë duhen 61 vota të deputetëve dhe lëvizja e vendosjes në zgjedhjet e 9 shkurtit ka fituar 48 ulse në parlamentin me 120 deputet. Nëse Kurti nuk arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme deri më 26 tetor, atëherë presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, sipas ligjeve është obliguar që brenda 10 ditëve t'i ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike dhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarin e ri, nëse ai ja dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë e re. Edhe mandatari i arshëm duhet të ketë 15 ditë kohë që t'ia paraqesë kuvendit përbërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidenti Osmani duhet të shpatë zgjedhjet e reja në Kosovë.